Sigurimi i shtetit përgjonte një personalitet kosovar si Ibrahim Rugova, praktikisht edhe pse Ibrahim Rugova ka bërë vetëm 2 vizita në Shqipëri në atë kohë, deri në kohën që ndiqet. Ky është një shembull tipik se si ndiqet. Dosja 884 është dosje ndjekje, ndiqej Ibrahim Rugova. Këto nuk janë sekret shtetërore, janë marrë vetëm për transportin. 79-34, 80-84, Ibrahim Rugova. Dosja e sigurimit, se donte sigurimi me Ibrahim Rugova, që nga e deklasifikuar. Fotografia e Ibrahim Rugovës, lista e materialeve, informat, raport survejimi, formular kërkesë vize, raport informat. Këto janë emrat e personave që e kanë formuar. Informat, prapë 74-s, informat e vitit 1980, raport survejimi, mbi survejimin e objektit Jugoslav, Ibrahim Rugova, i cili do të njihet me pseudonimin Zdrukthi. Hajde merre vesh, kishim vënë pseudonim për ta ruajtur. Në orën 7 filloi survejimi në pritje të daljes së objektit nga Hotel Dajti. Në orën 9:10 objekti doli nga Hotel Dajti dhe pas orës 1 u pa përsëri përpara Hotel Dajti, shoqëruar nga objektin Çekiçi dhe një kosovar të jetë pjesëtar i grupit dhe 3 bashku kalojnë bulevardin Dëshmorët e Kombit, sheshin Skënderbek dhe në orën 9:15 futen në Pallatin e Kulturës. Pas 0.2 minutash u pan të ulur në sallën shkencore numër 2. Pastaj vazhdon në datë 22/3, në orën 6:30 filloi survejimi në pritje të daljes së objektit nga Hotel Dajti. Në orën 9:10 objekti doli nga Hotel Dajti dhe pas 2 minutash u pa tek monumenti Lenin, i shoqëruar nga objekti Çekiçi dhe kaloi përpara bulevardit Dëshmorët e Kombit, në rrugën Skënderbek e tjerë. Në orën 13:25 objekti doli nga Hotel Dajti dhe pas 1 minuti u pa para hotelit në objektin Sharra dhe kaloi në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ky që ka shoqëruar vetëm me bashkëpunëtorë që ta mbulonin mirë. Ndërkohë thotë pseudonimi Berreta quhet, hoqja se doli emri bashkëpunëtorit.